Të nderuar zonja dhe zotëri, i nderuar lideri historik i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, i nderuar nënkryetari i Partisë Demokratike dhe drejtues politik, zoti Luciano Boçi, të nderuar deputet të Partisë Demokratike, të nderuar kandidat për deputet të Partisë Demokratike, i nderuar kryetari i grupit të punës për Degën Valdez, zoti Zefila, të dashur themelues, antar, simpatizant, të rinj dhe të reja të Partisë Demokratike, dua t'ju falenderoj secilin për jush për gjithë mbështetjen dhe kontributin të Partia Demokratike ndër vite. Gjej rastin t'ju falenderoj dhe një herë që në këto 12 vite opozit, kur nuk o dorëzuat, por i bëhet ballë të keqes që ka kapluar vendin duke qëndruar stoik dhe me dinitet duke bërë një opozit reale dhe gjithmonë të gatshëm, aktiv, besnik, ashtu siç e ka hije zona jonë. Askush më mirë se ne nuk është dëshmitar një realiteti, që zgjedhjet lokale të vitit 2023 ishin më të ashpra, më të padrejta në historinë e Valdezit, të cilët vetë edhe Ali Beja me Bashën, gjojën në ciklin e PD-s bën mbështetje për kundërshtarët tanë politik, u vunë në shërbimin e tyre. Një falënderim të veçantë kam për ju doktor, në emër të gjithë demokratëve, banorëve të Bashkisë Valdez, që gjithmonë një gjendur pranë dhe sot i ki bashkuar demokratet për t'i quar drejt fitores historike me 11 maj. Nuk mund le pa përmendur faktin që ju keni sjell një program të besueshëm, ku çdo pikë e tij është e realizueshëm. Pasi kjo ka ndodhur në qeverinë e mëparshme të Partisë Demokratike të udhëhequr nga vetë ju. Ritheksoj edhe një herë që pika për bujqësinë, zonën e Valdezit e prek në mënyrë të drejtë për drejtë, ku subvencionet do të jenë pa burokraci, do të kenë mbështetje, njësi prodhimi për krerë, sipërfaqe dhe pagesa direkte për fermerët. Gjithashtu ju keni premtuar mbështetje për çdo pemë, ullinëve të mbjellë dhe 3 fishin e sipërfaqeve, shek, lajthi, arra dhe të tjera. Fermerët e Bashkisë Valdez janë një realitet të realizuar nga qeveria Partisë Demokratike në vitet 2005-2013, të cilët kanë përfituar subvencione, ullishte dhe penturat të tjera. Sot në qarkun e Shkodrës kemi sipërfaqet më të mëdha të ullishteve dhe jemi ndër prodhuesit kryesor faltejet. Dua të përmend dhe projektin e prodhimit Made in Albania, që i keni dhënë përparësi absolute, do të rrisë ekonominë e familjeve të Valdezit, i cili jep fund vazhdimtive të tregtimit të produkteve të prodhuar, me aq munde sakrifica, të cilët për mungesë të tregut thënë në humner për familjet tona. Doktor, Valdezi të beson, Shqipëria të beson dhe me datën 11 maj qytetarët do të votojnë numrin 1 Partinë Demokratike dhe kryeministin e ardhshëm Sali Berisha. Të dashur pensionistë të Bashkisë Valdez, ju jeni dëshmitar që deri në vitet 2005 kemi pasur pensionet më të ulta dhe ka qenë Partia Demokratike që në vitet 2005-2013 që i ka rritur. Prandaj, jam i bindur që me zgjuarsinë tuaj, ju do jepni fund talljes së Benedi Rama me dhënien e bonuseve për qëllime elektorale dhe jo rritjen e pensioneve siç e meritoni. Ju e dini me mirë se kushdo tjetër, se duke votuar Partinë Demokratike, tallja dhe përbuzja do të marrë fund, pasi pensionet minimale do të jenë mbi 200 euro. Të nderuar arsimtar, punojës të administratës publike, punojës të sektorit privat, largojni këtë qeveri me votën tuaj, sepse ju votoni për të ardhmen dhe rritjen e mirëqenies në familjet tuaja, pasi paga minimale do të jetë 500 euro, ndërsa paga mesatare do të jetë 1200 euro. Miqtë mi,
Në emrin tuaj duhet të falenderoj një mik të veçantë, i cili është mik i gjithë juve, familjeve të Valldesit, zotin Zefila. Zefi në postin e kryebashkiakut, që nga njësia administrative, Shlak, Temal, Vignel, Hajmel, Bushat dhe në qytetin e Valldesit, ai mundsoi investime në qendra shëndetësore, rrugë, ujësjelës, bujqësi dhe pat një menaxhim model në bashki. Gjithashtu Zefi si deputet ishte zëri më i mirë që zonet ku hallet dhe problemet tona i ngriti me forcë të madhe për t'ju dhënë zgjedhje. Unë jam i bindur që edhe kandidati i zonës së Valldesit, zoti Gendian Noj, me mbështetjen tuaj me 11 muaj duhet të sjellë një vizion të ri për të ardhmen e Valldesit dhe do të jetë një zë i fuqishëm në parlamentin shqiptar. Së fundi duhet të drejtohem ju prindër, që me sakrificat e mëdha po jashtësimoni dhe edukoni fëmijët tuaj, por vendi nuk po jep mundësitë që ata meritojnë dhe po largohen çdo ditë më shumë. Për fëmijët tonë, për të ardhmen e vendit tonë, duhet të votoni Partinë Demokratike, numrin 1, kandidatët tonë dhe kryeministrin e arshëm zotin Sali Berisha. Faleminderit, fitore. Kam kënaqësinë